Kam një problem shumë të madh me make-upin. Çfarë problemi? Fytyrën e lyej shumë bukur, po syt nuk di. Po mirë, më vendos një ngjyrë në sy dhe kaq. Unë s'po them të tallesh, po them që dua të mësoj të lyej. Dhe çfarë fitoj unë po të tregova? Do të bëj punët e shtëpisë për 1 javë rresht. 2 javë. Jo po 3. Po deshe? Mirë, okay. 2 javë. Të lyesh vetullat dhe do ta mbushësh komplet vetullën me pomadë. Do bëhem se ai zogu te Angry Bird, kështu. Nuk do bësh se do I pastrosh komplet me korrektor konturet e vetullës. Mirë, po tani bëj pa komplet make-upin e fytyrës që të vazhdoj me syt. Mbarova. Tani do bëjmë një make-up me ngjyra toke. Do vendosësh një kafe të lehtë në të gjithë pjesën e syrit. Vendos apo tani? Me të njëjtën ngjyrë do e fokusosh shumë këtu tek pjesa e përparme e syrit, pra me furç. Po, a nuk do bëhet shumë e errët kjo këtu? Jo, nuk do bëhet. Tani do e pastrosh me një furç korrektori në formë harku vetëm këtu. Po e bëj kështu me kujdesun që mos ta prish. Bravo! Tani me një kafe të errët do e vendosësh në pjesën e jashtme të syrit. Ta bëj me bisht apo hark? Bëje kështu si kënd të lehtë që ta vendosësh dhe pak lart. Okej, po Tani do vendosësh një ton të hapur që të jetë me shkëlqim tek pjesa këtu ku vendose korrektorin. Ja, e vendosa dhe këtë. Tani do lyesh pak pjesën e poshtme të syrit me një ton kaf. Ua, sa bukur që po del! Po, lyej dhe qerpikët tani me rimel. I leva dhe qerpikët. Tani vendos qerpikët falco. Ua, sa bukur që duket! Do vendosësh pak highlighter të bardhë këtu tek pjesa e përparme e syrit. Okej, dhe kjo në rregull. Mbarove, e ke bërë shumë bukur. Po, është shumë bukur dhe mua po më pëlqen shumë. Herën tjetër do provojmë të bëjmë syt me ngjyra shumë të forta. Po, herën tjetër bëjmë dhe ngjyrat e ylberit. Hajde tani si do bësh punët.